Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut gjithësisë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërt dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje. Ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë nderuar, një prej mirësive më të mëdha me të cilën Zoti e ka nderuar njeriu është mirësia e të folurit, mirësia e gjuhës. Gjuha është një organ i vogël, por me peshë të madhe, me përgjegjësi të mëdha. Dhe ky organ nëse nuk përdoret si duhet, atëherë ka dhe pasoja të mëdha. Në anën tjetër, nëse gjuha mirë përdoret, atëherë padyshim se ka dhe shpërblime të mëdha. Vetë Allahu i Madhërisht Kur'an na tregon qartazi në surën Qaf, duke thënë ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk ka njeri që e flet ndonjë fjalë nga gjuha e tij vetëm se e ka vëzhguesin dhe shënuesin e asaj fjale. Pra Allahu i Madhërisht ka përcaktuar melek për secilin prej nesh që e regjistron çdo fjalë tonën që ne e flasim, sepse çdo fjalë bartë edhe përgjegjësi. Duke qenë se Allahu i Madhërisht njeriu i ka dhënë mundësinë të shprehurit, dhe këtë i ka dhënë mbi bazën e vetdijes. Pra njeriu ka vetdije kur flet, ashtu siç ka vetdije edhe kur vepron. Dhe përkitazi me këtë edhe merret në llogari. Prandaj një njeri që nuk ka vetdije, atij nuk i shënon lapsi, atij nuk i shkruhen gjunahet, edhe nëse vret dikë, edhe nëse bën ndonjë veprim të pamatur, për arsye se është i arsyetuar tek Allahu i Madhërisht për shkak të mungesës së vetdijes, pra mungesës së vetdijes së plot. Dhe e kundërta e kësaj është kur njeriu flet dhe vepron me vetdije. Çfarëdo që flasim dhe çfarëdo që veprojmë me vetdije, ne i japim llogari për atë që e flasim dhe e veprojmë. Prandaj Allahu na tregon përmes këtij ajeti se çdo fjalë që e themi regjistrohet. Dhe çdo fjalë që e themi dhe që regjistrohet do të jetë pro nesh apo kundër nesh në ditën e gjykimit. Kjo në një farë forme na jep të kuptojmë se ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm me fjalët që flasim. Pra duhet të jemi të kujdesshëm në përzgjedhjen e fjalëve tona, sepse çdo fjalë jona bartë përgjegjësinë në ditën e gjykimit, dhe varësisht nga ajo që ne e flasim në jetën e kësaj bote, edhe do të trajtohemi në botën e përtejme. Pastaj është një rregull i artë në Islam që pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar teorikisht, por edhe praktikisht atë, i cili ka thënë men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kushdo që beson në Allahun për Zot dhe në ditën e gjykimit si një realitet i pamohueshëm, atëherë le të flet mirë ose le të hesht. Pra ky është parim kuranor dhe pejgamberik. Në parim ne duhet të heshtim. Flasim vetëm atëherë kur nevojitet që të flasim. Dhe kur ne kemi nevojë që të flasim, duhet të flasim vetëm atë që duhet, atë që është e qelluar. Sepse për aq sa flasim, për aq edhe ngarkohemi. Për aq sa ngarkohemi, për aq edhe do të japim llogari. Dhe varësisht nga ngarkesat tona, si rezultati i fjalëve tona, do t'i kemi edhe përfundimet tona. Prandaj përgjegjësia e të folurit është prej përgjegjësive më të mëdha në Islam. Dhe për këtë arsye Allahu i Madhërisht i kushton rëndësi të madhe çështjes së të folurit. Pra çështja e të shprehurit është çështje shumë e lartësuar në Islam. Është çështje shumë me vlerë. Dhe bazuar në këtë, neve pejgamberi Allahut na mëson se nëse kemi diçka për të thënë, atëherë duhet ta themi atë që është e mirë, një fjalë të mirë, një fjalë të qelluar, të drejtë, të matur. E nëse nuk kemi për të thënë diçka, atëherë më mirë le të heshtim. Pra kur njeriu ka mundësi që të flas diçka, por jo mirë, më mirë është që të hesht sesa që të flas diçka që nuk është e qelluar. Nga se në momentin që ne e themi fjalën e keqe, ne do të ngarkohemi dhe pastaj do të japim llogari për atë që e themi. Por për heshtje nuk ndodh një gjë e tillë. Dhe janë shumëta rastet që nëse të flasim është nga argjendi, të heshtim është nga ari. Pra janë disa raste që më mirë është të heshtim se sa të flasim. Sidomos rastet e provokimeve, rastet e sulmeve, rastet e banaliteteve të caktuara, më mirë është të heshtim se sa të flasim. Nga se shpesh herë duhet të shikojmë edhe me kë flasim. Jo detyrimisht duhet të flasim me disa njerëz që nuk e meritojnë, ndoshta edhe që t'u kthejmë fjalët atyre. Sidomos kur bëhet fjalë për atë kategori njerëzish që nuk janë të matur në fjalët e tyre, që kanë dëshirë me uzon, që kanë dëshirë me nënçmu, kanë dëshirë me sulmu të tjerët. Më mirë është që të mos u kthejmë fare, sepse heshtja në këtë rast
është privilegj për ty, është nivel, është edukat. Dhe nëse ti ja kthen fjalën me fjalë, atëherë ti më e pakta që do të bësh është se do ta ngarkosh veten me përgjegjësi të panevojshme. Sidomos kur konflikti ynë verbal pastaj merr kahje tjetër. Mund të kalojmë në nivelet e tyre, mund të kalojmë në banalitete e deri në konflikte edhe fizike, ruana Zot. Pra, para se të flasim, fillimisht duhet ta masim veten. Kjo fjalë që unë do ta them, a është e mirë? Pastaj, kjo fjalë që unë do ta them, a është e dobishme? Kjo fjalë që unë do ta them, a është e drejtë? Muslimani i vetëdijshëm i mat gjanat shumë holl. Për arsye se ai çdo herë ka matjen punanore dhe pejgamberike. Ai është shumë i vetëdijshëm që fjalët që i flet do të jap llogari para madhrisë së Allahut për to. Prandaj ai është i matur para se të flet. Ai mendon para se të shprehet. Ai nuk i çet fjalët nga goja si diçka e parëndësishme apo si diçka momentale. Ai nuk flet në afekt. Për arsye se ai është i kujdesshëm për fjalët që i flet dhe çdo herë mundohet që përmes fjalëve të tij ai të arrijë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Një prej gabimeve më të mëdha që ndodh për shkak të mos kontrollimit të gjuhëve tona dhe të fjalëve tona është përgojimi. Pra është një mëkat i madh. Dhe kur më shumë se sa sot nuk çalojmë në këtë aspekt. Pra nuk jemi dobët sikur se jemi sot. Përgojimi është bërë diçka normale në mesin e besimtarëve. Madje disa njerëz nuk kanë mundësi të jetojnë pa përgojuar. Ruana Zot. Përfshir meshkuj dhe femra. Përgojimi është çështje të serioze. Aq sa Allahu i Madhërisht Kur'an thot: "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu." Mos ta përgojoj askush askë prej jush. A dëshironi ju që dikush prej jush të ushqehet nga mishi i vdekur i vllait vet? Dhe një gjë e tillë është e urrëtur padyshim për ju. Para mendojeni se çfarë shembulli ka sjellë Allahu në Kur'an. Allahu po thot qartë azi dhe prerazi. Të flasësh për dikë, të përgojosh dikë me gojën tënde, është sikur se t'ia hash mishin e vdekur, jo të gjallë, jo të freskët. T'ia hash mishin e gjallë dikujt është kanibalizëm. Para mendojeni çfarë do të thotë t'ia hash dikujt mishin e vdekur. Allahu thot ta përgojosh dikë për së gjalli, është sikur se t'ia hash mishin për së vdekurin. Një besimtar i thjesht, një musliman i rëndom, madje edhe nëse është jo musliman, thjesht ti e ke përgoju, ti e ke ngarku veten tënde. Pse është e ndaluar një gjë e tillë, s'ka kurfar dobi ente. Për arsye se përmes gjuhëve tona sëmurën zemrat tona. Dhe sa më i lartë që jetë statusi i atyre njerëzve që ne i përfolim apo i përgojojmë, aq më i prishur bëhet mishi i tyre, kushtimisht dhe metaforikisht përmes përgojimit tonë. Pra nëse e përgojojmë babën, nuk është sikur se me përgoju një shok. Nëse e përgojojmë nanën, është hala më e rëndë. Nëse e përgojojmë një dietar, atëherë pejgamberi Allah thot, mishi i dietarëve është i helmuar. Jo vetëm i prishur, por edhe i helmuar. Nëse ti flet për një dietar, për arsye se është niveli më i lartë nga instancat shoqërore të orientimit dhe të udhëzimit njerëzor. Dhe kur i kemi parasysh këto ajete dhe këto hadithe, atëherë ne duhet vëdësohemi që të kemi kujdes me gojët tona, me gjuhët tona. Ramazani është një mundësi e jashtëzakonshme që ne me eduku veten. Për arsye se një muaj ditë Allahu na trajnon, na edukon që gjuhët tona të jenë të matura. Prandaj edukata në Ramazan është e veçantë, është shumë më i shtuar, edhe ne jemi shumë kujdesshëm për fjalët që i flasim sepse nuk dëshirojmë me prish agjërimin tonë. Nuk dëshirojmë me i prish ibadetet edhe shpërblimet që ne i synojmë. Nuk dëshirojmë para së gjithash me hidhur Allahun subhanahu wa taala. Hajde të arrijmë këtë vetdi edhe jashtë Ramazanit, edhe pas Bajramit. Pra mos kthehemi tek e kaluara e pa kujdesshme, por qëndrojmë tek e tashme e kujdesshme. Jemi për atyre që maturinë që e gjenerojnë në Ramazan, ta vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Nga se ne jemi besimtar për gjatë gjithë vitit, e madje për gjatë gjithë jetës. Ne nuk duhet jemi besimtar sezonal. Ne nuk duhet jemi vetëm Ramazanli, por ne duhet jemi besimtar të përhershëm, për aq sa të jetojmë, madje deri në frymën e fundit. Kujdesi ynë në fjalët që i flasim, në fjalët që i përzgjedhim, duhet të jetë i lartë. Sepse përgjegjësia është shumë e madhe pikërisht për fjalët që ne i flasim. Shumë njerëz shkatrohen për shkak të gjuhës tyre. Shumë njerëz do të kenë përfundime të hidhura për shkak të gjuhës tyre, për shkak të fjalëve të pamatura. Andaj fjala e matur zgjidh probleme, fjala e matur pajton njerëz,
Fjala e matur qetëson zemra, fjala e matur qetëson shpirtra, freskon shpirtra. Fjala e matur ka bërë që njerëzit të bashkohen, ka bërë që të parandalohen shumë luftra, të parandalohen shumë derdhje gjaku, por në anën tjetër, fjala e keqe, fjala e gabuar ka bërë që shumë njerëz të lëndohen shpirt, t'ju thehet zemra, t'ju çon syri, të prishen mes vete, të divorcohen. E madje edhe shumë luftra janë shkaktuar për shkak të një fjale të pamatur, të ndonjë diplomati, të ndonjë udhëheci apo të dikujt tjetër. Për këtë arsye duhet kemi shumë kujdes, sepse fjala ndonjëherë vret më shumë se sa plumbi. Sa të vret fjala e pamatur, sidomos kur kemi të bëjmë me njerëzit e afërt, me njerëzit e dashur që i kemi për zemër, duhet jemi shumë të kujdesshëm, nëse fjala atij që e ke për zemër dhem shumë. Dhe kur ajo dhem pastaj krijon plasaritje. Kur zemra përjeton plasaritje, pastaj e ka shumë më problem me rikthy gjendjen e dikushme që e ka pas. Edhe raportin që ka mundur ta ketë pasur me dikë nuk mund ta ketë më të njëjtë, vetëm në rastet ku zemërgjësia është aq e madhe saqë i te kalon gjitha për hir të Allahut dhe pastaj për hir të kujtimeve të kaluara, çasteve të mira, përjetimeve të bukura kështu me radhë. Lutim Allahun e Madhërisht që të na mundsojë çdo herë të flasim fjalë të urta, fjalë të mira, fjalë të qelluara, sepse pejgamberi Allahut në një hadith thotë wal kalimatu tayyibatu sadaqa, edhe fjala e mirë është sadak. Pra nëse s'kemi mundësi kur gjë me bë, s'paku t'japim sadak me fjalë të mira, në mënyrë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Lutim Allahun që fjalët tona të jenë të përzgjedhura, vetdia jonë të jetë jashtëzakonisht e lartë dhe e ngritur, në mënyrë që kur dalim para madhërisë së Allahut të përfitojmë shumë prej fjalëve të qelluara, prej fjalëve të devotshme, dhe të jemi prej besimtarëve që kanë qetësuar zemra, kanë pajtuar njerëz, kanë gëzuar familjar e dashamir dhe janë vërë për atyre që kanë parandaluar shumë probleme dhe shumë rreziqe. Allahu qoftë i kënaqur me ju dhe me ne për çdo fjalë që flasim. Allahu na i fal kusurët, Allahu na i mbuloft metat dhe Allahu na gëzoft me xhenetet më të larta në ditën kur do të hidhrohen shumë njerëz. Elhamdulillahi rabbil alamin.